Ka nisur regjistrimet për InnoKids, kampin veror të inovacionit që do të ofrohet nga Bashkia e Korçës, ku do të marrin pjesë 70 fëmijë të moshës 10 deri në 15 vjeç. Programi edukativ, i cili do të zhvillohet në mjediset e bibliotekës Thomas Turtulli, synon të nxjisë kreativitetin, mendimin kritik, aftësitë digjitale dhe bashkëpunimin përmes aktiviteteve praktike dhe interaktive. Fillon në datën 13 një kamp veror në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, është një kamp veror falas që ofrohet fëmijëve të moshës 10 deri në 15 vjeç të qytetit të Korçës. Do të zhvillohet në ambientet e rikonstruktuara të bibliotekës Thomas Turtulli. Kampi ka të bëjë me aftësimin e fëmijëve në fushën e teknologjisë, duke mësuar përmes lojës dhe teknologjisë, si dhe në aftësitë e mendimit kritik dhe sipërmarrjes. Deri tani shifrat kanë qenë të larta, unë do i inkurajoja të gjithë fëmijët të kësaj grup moshe 10 deri në 15 vjeç të vazhdojnë të aplikojnë. Në kamp do të jenë 70 fëmijë të grupuar sipas moshave që do të ndjekin për 2 javë totalisht falas të gjithë kampin. Kjo në falet dhe mbështetjes me Vodafone Albania dhe British Council. Gjatë kampit, pjesëmarrësit do të eksplorojnë botën e teknologjisë, inovacionit dhe krijimtarisë në një mjedis frymëzues, duke marrë pjesë në sfida në grup, eksperimente dhe aktivitete argëtuese që ndërthurin mësimin me lojën.